E Jusufi a.s. deshi që të mos dal i njëllosur, të mos dal i falur, të mos dal i amnistuar, por përkundrazi të jetë njeri që të del drejtësia. Pra, është mirë që ju ta shqyrtoni edhe njëherë vendimin për gjykimin tim dhe burgimin tim si i fajshëm, sepse më është prek nderi, jam njëllos, jam prek në çështje të moralit dhe mua nuk më takon që të dal i falur kur unë nuk kam faj, kur unë nuk kam bërë asgjë, kur unë nuk kam prek nderin e askujt, madje unë jam ruajtur edhe atëherë kur jam sulmuar dhe jo vetëm një herë me gruan e ministrit tek shtëpia të cilit unë jetoja dhe rritesha, por edhe gratë e Egjiptit të cilat i erdhen asaj në gosti, edhe ato më prekën dhe më goditën, andaj ju kërkoni thirrni edhe një herë gratë dhe le të jenë ato dëshmitarët e rastit. Mbreti e pranoi një gjë të tillë, i thirri gratë dhe në atë rast ishte edhe vetë gruaja e mbretit, ministrit, ministrit të financave që do të duhet quajt në ditët e sotme, dhe ajo tha, el-ana hashashal haqqu ana rawadtuhu an nafsihi wa innahu lamina as-sadiqin. Unë jam ai që e kam shty të bëj immoralitet, ndërkaq ky ishte prej të sinqertëve. Dhalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib. Le ta di burri im se unë nuk e kam tradhuar. Nuk e kam tradhuar, pra, jo se nuk desha ta tradhoj, por nuk u realizua ajo. Nuk u realizua dhe nuk ka ndodhur, pra, që unë të prekem në nder dhe moral për shkak të sinqeritetit. Inna Allaha la yahdi kaydal kha'inin. Allahu padyshim që nuk e udhëzon, nuk e çet në udhë të drejtë mashtrimin e mashtruesve. Fjalia tjetër, ajeti tjetër që ne e kemi përmendur në javën e kaluar, thotë wa ma ubarri'u nafsi, unë nuk e pastroj veten time. Pra, kjo është në dy verzione, disa thonë se është vazhdim i fjalisë së gruas Züleyhas, pra gruas së ministrit, e cila thotë nuk e pastroj veten time sepse nefsi është urdhërues për punë të këqija. Illa ma rahima Rabbi, përpos nëse Zoti im të mëshiron dhe të falë. Inna Rabbi ghafur rahim. Në verzion tjetër mund të jenë fjalë të Jusufit dhe i ngjanshëm më tepër mund të jenë fjalë të Jusufit, i cili ne na tregon se po të mbështetemi në çështjen e nefsit, në çështjen e egos, pasionit ton, epshit ton, lëvizjeve tona të brendshme, atëherë nefsi na çon na urdhon madje. Le emmaratun, pra pa kur farë dyshimi, dhe është shumë insistuese që të urdhoj për punë të këqija. Të thotë edhe një herë, të thotë edhe dy herë, nuk përton, pra vetja jote të çon te kap mëkate, po ti duhet të kërkosh mëshirën e Allahut xhalla xhelaluhu që të përfshi, sepse Allahu padyshim është falës i madh dhe është mëshirues i madh. E mbreti kur e kuptoi këtë realitet dhe doli i pastër Jusufi a.s. tha, tuni bihi astakhlishu li nafsi, ma sillni atë që unë ta bëj të afërm timin këshilltar timin.